dhe Edi Rams. Fatmir Mirtezaj, doktor përshëndetje, protestat në Serbi i arritën qëllimit të çojnë vendin në zgjedhje dhe ikja e Vučićit duket e afërt. Mendoni se do ketë të njëjtin fat dhe argati i tij në Shqipëri dhe çfarë duhet të bëjnë më shumë shqiptarët për ta shporur këtë klik hajdutësh? Fatmir, për fat keq, zhvillimet në Serbi janë në favor të diktatorit. Pse? Sepse ai përcaktoi zgjedhjet që të kaloj nga president në kryeministër. Në aparencë, ato u diktuan nga protesta. Në thellësi janë vendimi i diktatorit se po i mbaron mandati i presidentit dhe nuk zgjidhet dot më për të zgjedhur kryeministër, dhe kjo është ai komb është i dënuar me patronin e Edi Rams apo vllain siamez të tij që quhet Aleksandar Vučić.